në rrjetet e tij social ku thotë që nuk është politikisht korrekte të thuash ndryshim regjimi, por nëse regjimi aktual iranian nuk është në gjendje të bëj Iranin të madh përsëri, pse të mos ketë ndryshime? Pra kjo është hera e parë që Trump përmend ndryshimin e regjimit dhe po kërkon që me bo përsëri Iranin madhështor, apo make Iran great again. Është duke e përmendur këtë gjë. E dim, dashur shikues, që edhe shumë qytetarë të Iranit në fakt nuk janë as pak të lumtur me jetën dhe diktaturën dhe regjimin që ju nënshtrohet nga diktatorët dhe nga shteti atje, kështu që as ata nuk janë në gjendjen më të mirë të mundshme nga vetë shteti i tyre dhe shpresojmë që drejtat e tyre sa më parë të mundsohen dhe të jetojnë një jetë qysh e meriton se qytetari kësaj bote. Po kalojmë tek shliresa në Ferizaj, atje një aksident i rënd ka ndodhur e që fatkeqësisht i mori jetën një 65 vjeçari. Shliresa, mirëmëngjese. Mirëmëngjesi, Gonxhe, mirëmëngjesi përgjithësisht polisit e Klan Kosova. Dje ka ndodhur një aksident tragjik në fshatin Mirosal, ku si pasojë e goditjes një veture me një shtyllë elektrike, vozitësi i veturës i moshës 65 vjeçare me inicialin S.B, ka ndruar jetë në vendin e ngjarjes dhe këtë ka konstatuar mjeku kujdestar, i cili ka intervenuar me njëherë në vendin e ngjarjes, gjithashtu edhe ekipe të tjera emergjente përfshirë edhe policinë e Kosovës. Ndërkohë, sipas deklarimeve të familjarëve, bëhet e ditur që viktima kishte pasur probleme edhe më herët, probleme shëndetësore me zemër, edhe ishte duke marrë trajtim për problemet e tij, për çka edhe komplikimet shëndetësore mund të janë njëri nga faktorët për çka e ka shtyer që viktima mos mund ta kontrollojë veturën që po e drejtonte dje në drejtim të Mirosaljes nga fshati Pojat. Ndërsa trupi i viktimës i është dërguar familjarëve për procesin mortor dhe me kaq ka përfunduar ky aksident tragjik në këtë rast. Gonxhe, janë gjitha këto informacionet për sa i